Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahun xhallahu ala falendrojmë salavatet dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasoj. Nëse ju kujtohet vëllezër, në pjesën e dytë të ligjëratës së fundit kemi folë për një ndër betejat më të njohura të historisë islame, ajo është beteja e Khajberit. Dhe treguam shkaqet të cilat kanë çuar deri te kjo betejë dhe pse i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam ka marrë dhe ka përgatitur ushtri dhe ka dërguar ushtar jashtë Medinës. E sot me lejen Allahu xhallahu ala do të flasim për nisjen e ushtrisë së muslimanëve drejt Khajberit. Dhe çka ka ndodhur me hyrjen e tyre në territorin e hebrejve të Khajberit dhe zhvillimet të cilat kishin me këtë betejë. Ne treguam që pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam këtë betejë ndaloi pjesëmarrjen e çdo kujt i cili nuk ka marrë pjesë në marrëveshjen e Hudejbijës. Kështu që automatikisht kjo numrin e ushtarëve potenciale ul. Dhe numri i tyre ishte 1400 ose 1500 burra. Të tjerët nuk kishin leje të marrin pjesë, nga se i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam e bëri këtë ndalesë me urdhër të Allahu xhalla xhelaluhu, për shkak se kishte ardhur garancë prerë në Kur'an që muslimanët në këtë betejë do të fitojnë plaçk lufte. Dhe mos jetë plaçka e luftës si një lloj shtytje që ata të marrin pjesë, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam në përgjithësi e ndaloi pjesëmarrjen atyre që nuk kanë qenë Hudejbije, po kishte përjashtime dhe do të përmendim disa prej këtyre përjashtimeve. Tregon Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu, dhe Ebu Hurajra islamin e ka pranuar në këtë periudhë. E ka pranuar pak para kësaj, po beteja e Khajberit shënon hijretin e Ebu Hurajras me disa antar të fisit të tij, fisi e Deus, në qytetin e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Por koha kur vjen Ebu Hurajra, emri i së cilit është Abdurrahman ibn Sakhr, ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu, emri i Ebu Hurajras është Abdurrahman ibn Sakhr, ad-Dawsi. Kur vjen në Medinë e gjen që i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam me ushtrinë e tij ishte nisur drejt Khajberit. Thotë Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu, hynë në Medinë dhe e gjeta që i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam e patlën si zëvendës të tij në Medinë Siba'a ibn Arfata al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe thot kur hynë në Medinë, hynë dikundi namazin e sabahut dhe Siba'a radhiyallahu ta'ala anhu doli imam. Kështu që çdo kush që ishte zëvendës i dërguarit Allahut alayhi salatu wasalam në Medinë ishte zëvendësi i tij në xhami dhe ishte zëvendësi i tij në problematikat e njerëzve kështu me radhë. Zëvendësi i pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam në prirjen e popullit të Medinës. E ky sahabe ishte Siba'a ibn Arfata radhiyallahu ta'ala anhu. Kur hinëm namaz, thot, në rekatin e parë të ditës të namazit sabahut na fali me surën Maryam. Kurse në rekatin e dytë na fali me surën Wailul lil mutaffifin. Wailun lil mutaffifin alladhina idha iktalu 'ala an-nasi yastawfun. Dhe surja El Mutaffifun folën për çfarë? E kjo është një dallim mes nesh dhe Ebu Hurajras. Ebu Hurajra nuk kishte shumë kohë gjatë që e kishte pranuar Islamin. Po kur hyni në namaz dhe dëgjoi Siba'a radhiyallahu ta'ala anhu duke lexuar surën Maryam dhe në rekatin e dytë surën Mutaffifun, Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu filloi një herë të meditojë dhe të mendojë dhe u prek nga leximi i këtij sahabiut namaz. Andaj Allahu thot wailul lil mutaffifin alladhina idha iktalu 'ala an-nas yastawfun. Thot mirë për ata që vjedhin në ku? Në kantar, në peshoj. Ata të cilët kur matin për vete, çfarë bëjnë? E matin plot. Se në atë kohë ti nuk ke dhënë parë dhe ke marr produkt. Në atë kohë çfarë ke bë? Ke marr produkt dhe ke dhënë produkt. Andaj ke marr dhe ke mat diçka, i ke dhënë diçka tjetër. Po kur e ka mat për vete, e ka mat në mënyrë precize. Por kur e ka bë matjen për palën tjetër, ka mangësu në kantar. E Allahu tha wailul lil mutaffifin. Çfarë tha Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu? Tha Ebu Hurajra wailul li fulan. Mirë për filani. E njifte një njeri i cili e bante këtë punë, edhe ju dhimt.
Mirë tha për filanin, i cili kur matën për vete, matën precis, po kur e matën për tjetrin, mangëson. Andaj gjëja e parë që i shkon ndërmend të Ebu Hurejras, është ky fenomen mesin ton, po fatkeqësisht unë e kom një të cilin e njoh dhe e bën këtë gjuna të madh, për të cilët Allahu tha wail, mirë për mutaffifint, për ata të cilët vjedhin në kantar. E rëndësishmja është që Ebu Hurejra radhiyallahu ta'ala anhu hyri në Medinë, e gjeti këtë sahabi si prijes namaz dhe si zëvendësim të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam në Medinë, dhe vendosi që ai bashkë me shokët e tij të nisë drejt Khajberit. Andaj kërkoi leje këtij sahabiu Siba'as radhiyallahu ta'ala an, mori lejen e tij dhe ai e përgatiti për udhtim dhe u nis Ebu Hurejra drejt Khajberit, edhe pse nuk ishte qenë Hudejbije. Dhe Ebu Hurejra dhe xhamati i tij janë prej përjashtimit nga rregulli i përgjithshëm, bashkë me disa të tjerë. Po ashtu prej tyre është Ebu Tha'lab al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu, rasti i së cilit është rasti i ngjashëm me të Ebu Hurejrës. E pejgamberi Allahu alayhi salatu wasallam nisi drejt Medinës, jo me tank, jo me aeroplan, drejt Khajberit, falni, jo me mjet transportues të mirë, po nisi drejt Khajberit mbi gomar. Dhe rrugtimin e tij alayhi salatu wasallam prej Medinës deri në Khajber, qindra kilometre, e kaloi mbi gomar. Sa që është transmetuar tek në Sahihun e Imam Buhariut rahimahullahu ta'ala, thot pejgamberi Allahu alayhi salatu wasallam nis drejt Khajberit dhe mriti në Khajber gjatë natës. Dhe udhtimi i tij thot ishte mbi gomar dhe kur e falte namazin, e falte mbi gomar. Mirë po këtu kur e falte namazin ka për qëllim namazin nafile. Nga se Buhariu bashkë dhe Muslimi e kanë shënuar hadithin në kapitull në të cilin thuhet qartë lejimi i faljes së namazit të nafiles mbi mjet transportues. Kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk ishte i kthyer ka jugu, nga se rrugtimi i tyre ishte drejt veriut. Qabja është prapa tyre. Dhe ai e falte namazin mbi gomarin e tij. Pyetja është, çfarë namazi falte i dërguari Allahu te alaihi wasallam? Sunetet? Ja. Sunetet si ka fal? Nga se njeriu nuk i fal sunetet në udhtim. Po çfarë nafile? Çfarë do lloj nafile? Namaznate, nafile tjera të përgjithshme, e rëndësishmja është se sahabët e kanë pa pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam të hypur mbi gomar duke fal namaz. Duke fal namaz. Dhe me të shpesh ka qenë dikush tjetër i hypur, sikurse Zubejri ibn al-Awwami ose dikush tjetër, por në mesin atyre që janë përmend ka qenë Zubejri radhiyallahu ta'ala. Andaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam mbi gomarin e tij dhe falte namaz. E gjithë jeta e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam është namaz. Qoftë në luftë, qoftë në paqe, qoftë në gëzim, qoftë në ngajle, qoftë në siklet, çfarë do lloj gjendje të përmendish pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam do ta gjesh atë se ai dhe namazi asnjëherë nuk u ndaheshin. Dhe kjo është një prej këtyre dëshmive. Më pas i dërguari Allahu alaihi salatu wasallam rriti në Khajber natën. Dhe ishte zakoni i tij që ai mos të sulmoj armikun gjatë natës. Kjo është suneti i pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Po të sulmohet armiku mëngjesin e ditës së ardhshme. Andaj atë natë qëndruan në kampin e tyre muslimantë, kur gdhin mëngjes, dolën banorët e Khajberit nga kështjellat e tyre për dalë në përfusha, me llopata na përdor në mjet e pune, me shporta, për të punuar tokat e tyre, nga se tokat kuptohet ato jetonin kështjella, po tokat ishin përreth kështjellave. Kështu që kur dolën sabah nga kështjellat e tyre, than, Muhamedi pas ka ardhur alayhi salatu wasalam me ushtrin e tij. Wallahi Muhammedun wal khamis. Pasha Allahun than, Muhamedi edhe ushtria e Muhamedit alayhi salatu wasalam, andaj pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam e tha thënien e tij të njohur, Kharibet Khajberu, u prish dhe u shkatrua Khajberi. U prish dhe u shkatrua Khajberi. Inna idha nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul mundhirin. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, kur ne zbresim mejdanin dhe sheshin e një populli, sa sabahi i keq i atyre të cilët janë paralajmëruar është ajo ditë. Ose sa ditë e keq është ajo ditë për ata.
Para se t'hyna në detaje, duhet kuptojmë, ne përmendëm që Khajberi nuk ishte tokë për nga infrastruktura e ngjashme me Medinën, ose e ngjashme me Mekën. Kishte dallim të madh. Dallimi më i madh ishin kështjellat. Khajberi kishte shumë kështjella, po 8 prej këtyre kështjellave ishin më të rëndësishme. 5 me një pjesë dhe 3 në pjesën tjetër. Kështu që i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam do të sulmoj këto 5 kështjellat e para, të cilat ishin shumë të mëdha, më pas do shkon te këto 3 tjera të fundit, të cilat po ashtu për nga siguria e brendshme dhe ushtria ishin si 5 parat. Jo se s'kishte tjera. Kishte fortifikata tjera, po jo në nivelin e këtyre 8 parave. Kështu që i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam do të fillon me kështjellën e parë që quhej Hisnun Naim. Kështu e kishte emrin, kështjella e Naim. Dhe kjo kështjellë do të rezistoj shumë sulmet e muslimanëve. Dhe ne thamë që lufta e muslimanëve karshi dikujt i cili është kaq nalt në për kështjella nuk ishte diçka e përditshme që e banin muslimanë. Është strategji e re me cilën muslimanët nuk janë ballafaquar shumë. Po, ata kishin luftuar kundër Beni Qurayzës, të cilët kishin kështjella, po jo në madhësinë e kështjellave të hebrejve të Khajberit. Kështu që ishte diçka e re. Dhe muslimanët ditën e parë, që do të pasi të gdhin mëngjesi i ditës parë, do të sulmojnë Hisnun Naim. Dhe kjo do të jetë kështjella e parë dhe do të qëndrojnë në luftë të shlirimit të kështjellës parë sa 10 ditë. 10 ditë nuk do të shlirojnë kurrë. Kështu që gjithë ditën do të luftojnë, natën të dy palët do të pushojnë. Vjen dita e dytë. Dita e dytë. Lufto, pusho. Dhe kështu që i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam ditën e parë ose disa ditë do t'ja jep komandën dhe flamurin kujt? Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Do të lufton Ebu Bekri, do të kthehet, do të lufton, do të kthehet, kurrë s'ka çlirim. Më pas i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam do t'ja jep flamurin Omerit radhiyallahu ta'ala anhu dhe do të luftojnë, do të kthehen, do të luftojnë, nuk ka çlirim dhe kjo do të zgjat 9 ditë. Tregon Seleme ibn al-Akwa, dhe Selemen ku e kena përmend? A ju kujtohet? Bravo doktor. Në ndjekjen e atyre në betejën e fundit që e përmendëm Dhi Qirat, ose betejë e Gabes. Ai ishte ai vet i cili i pat ndjek ata, që patën sulmuar çobani dhe e patën marrë robresh gruan e tij dhe 20 deve të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Selem është i njëjti person. E Selem ibn al-Akwa radhiyallahu ta'ala anhu tregon dhe thot: kur mritëm në Khajber, nuk i sulmuan thot natën e parë, po i sulmuan ditën e parë. I pari që doli thot prej hebrejve të kështjellës së Naim ishte mbreti i tyre që quhej Merhab. Andaj thot doli ky Merhab përpara të gjithëve dhe kërkonte 2 luftim. Dhe thoshte thot thurte duke thënë qad alimet Khaybaru anni marhabu shaki as-silah batalun mujarrabu. Ka dëgjuar Khajberi që un jam Merhabu. Që unë jam ky filani që ka emrin Merhab. Shaki as-silah batalun mujarrabu, i armatosur deri në dhëm, trimi i provuar në luftë. E din kitë se kush jam unë. Kështu që ka dalë përpara muslimanëve, ka lyp 2 luftim dhe është lëvduar. I pari që do të çohet kundër tij është Axha i Seleme ibn al-Akwas. Amir ibn al-Akwa. Mirë, po kjo Amiri nuk ka qenë madhësinë e trupit të këtij Merhabit. Ky ka qenë burri i madh, trimi i njohshëm. Amir gjatë rrugës thurte do vargje, të cilat i dëgjonte i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Edhe i thurte vargje dhe sahabët i thoshin atij Amir, na jepen e pak, na shto pak vargje më shumë. Derisa e dëgjoi pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe tha kush është ky i cili i thur këto vargje? Tha i turpruar unë i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu të ka fal. Sahabët e kuptuan mesazhin, prej tyre Omeri. Sa që kujt i thonte pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam Allahu të ka fal, ose je i falur, ose Allahu të ka, e dishin se ky do të bien shahid. Kështu që disa pi sahabëve i than pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, ta kishlon Allahu edhe pak më gjatë Amir, këtë sahabijun. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk reagoi kurrë. Vjen ditë e nesërme, kjo gje par gje ka ndodhur. Vjen ditë e nesërme, dalin në betejë,
I pari i cili del në luftim është Amir ibn al-Aqwa. Irhamukallah. Edhe Amir del dhe lufton kundër këtij dhe ki mërhabe sulmoni i pari, derisa shpata e tij ngulët në mburojën e Amirit. Amiri radhiyallahu ta'ala anhu ulet që t'i bjen domethënë në këmbët e tija, por ama i shkurt, edhe kur jep shumë shpatës, maja e shpatës i kthe dhe i bjen vetes vet. Edhe e plagos veten e tij mbi gjujt e veta dhe vdes nga këto plagë radhiyallahu ta'ala. Disa pi sahabëve folën disa fjalë të cilat nuk duhet të thuhen për Amirin. Than Amiri e vrau veten e tij dhe ja zgjesoi veprat e tij. E Selem ibn al-Aqwa shumë u mërzit. Sa që filloi të qaje dhe nuk ishte kjo karakteristike atij që ai qaj në këtë mënyrë. Dhe e pa i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam, pse ne ina tu fol, luftohet, pastaj në mbrëmje pushim ka. E këto muhabete ndodhin. E Selem ibn al-Aqwa qan për para pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam e pyet për shkakun. Thot ja Rasulullah, a u shkatruan veprat e Amirit? A e vrau ai veten e tij? E pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam çuditet. Thot si Amiri është vrarë në betejë. Tha po disa prej shokëve tu thonë që ai e vrau veten e tij dhe ju shkatruan veprat. Tha pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam. E ka thënë ka gabuar ai i cili thot që Amir është shkatruar. Pasha Allahun, thot pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam. Ai ka dy shpërblime. Innehu le gjahidun wa mujahid. Ai është gjahid dhe mujahid. Ka shpërblimin e gjahidit dhe shpërblimin e mujahidit. E çfarë është gjahidun? Është ai i cili duron hekat e kësaj dynjaje. Ai e duron të keqen në këtë dynja dhe për këtë ka shpërblim. Wa mujahidun ka shpërblimin e mujahidit në rrugt të Allahut xhallahu ala. Andaj kush thot se Amir është shkatruar dhe janë shkatruar veprat ose është vetvra. Në natën e 10, dhe sikur tek muslimanët fillon të humbet ai morali i lartë se ne dashurojmë Khayberin, edhe pse përpara 9 ditëve i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, "Kharibet Khayber, u shkatru Khayberi u prishma." Po 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, 9 ditë kur gjos ndodhen. Ne shkojmë dhe hupim njerëz dhe kthehemi. Po edhe pala tjetër humb njerëz. Megjithatë, ne jemi ata cilët e bëjnë këtë rrethakim. Kështu që thot, në natën e 10 pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e jep një lajm madhështor që e zgjon ushtrin dhe i lë ata pa gjumë. Tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, "La u'tiyanna ghadan ar-rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu." Nesër do t'ja jap flamurin dhe komandën një burrit i cili e don Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe Allahu dhe i dërguari i tij e dojnë atë. Wala yarji, dhe nuk do të kthehet hatta yaftahu Allahu leh, derisa Allahu ta bëj çlirimtar. Nuk ka të kthejme mo. Nesër ka çlirim. Po kush është ky burr? Tha Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ka qenë një prej bartësve të flamurit ditët e para. Asnjëherë nuk e shpresoja udhëhecin deri në këtë natë. Sa që, në një prej transmetimeve, thot Omeri, ditën që duhet të lajmërohet për këtë komandir, për këtë bartës flamuri, thot, unë dilsha të më shofe i dërguari Allahu sallallahu, po ta je, hec. Të njëjtën e thot edhe Burajd ibn al-Husaybi radhiyallahu ta'ala anhu. Thot edhe unë e qitja kokën, mos të më shofe pejgamberi Allahu sallallahu dhe those ti ai i cili e don Allahun dhe të dërguarin e tij dhe është reciproke, por ama edhe do të çlirohet sot ky vend ose kjo kështje. Sahabet atë natë ishin pa gjumë. Madje është transmetuar gjendja e kampit të muslimanëve atë natë. Pa gjumë dhe secili duke spekulu dhe duke mendu mos jam unë ai i cili nesër e bart flamurin. Omeri tregon me sinqeritet plot që asnjëherë se kam lip udhëhecin. Po një herë kam lip. E ne nuk jesh dhënë atë ditë. Një herë kam dash, nuk e ka lyp.
Po e ka dashur unë të jem ai udhëheqës. Për 3 gjëra. E para është dëshmi e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, se ky njeri e don Allahun dhe dërguarin e tij. E dyta, që është më e rëndësishme, se Allahu dhe i dërguari i tij e dojnë atë, dhe e treta, se ky njeri do të jetë shkaktari i çlirimit të kësaj kështjellë. Kështu që thot, kur gdhim mëngjes, të gjithë u mlodhen rreth pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam sikur shikon gjithandej, po kërkon dikant, dhe sahabët presin që ai të përmendte emrin e njënit prej tyre. Po pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "Aina Ali ibn Abi Talib?" Ku është Ali radhiyallahu ta'ala? Than ja Rasulullah, yashtaki aynay. An kohët pak është pa qef, ka syt, kanë një lloj infeksioni. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Masilni Aliun." Pastaj shkon Muhammed ibn Mesleme, e merr Aliun, dhe Aliu sikur e ka humb shikimin, nuk mund t'i hape syt nga infeksioni. Dhe e merr i dërguari Allahut alaihi salatu wassalam dhe i pshtyn Aliut në sy. Dhe thot, i kthehen syt në gjendje sikur me nuk pat asnjëherë smundje. I shërohen syt nga bereqeti i pështymës së pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo kuptohet vlen vetëm për pejgamberin Allahut alaihi salatu wassalam. Nuk vlen për të tjerët. Nuk vlen për shejkhun e tarikatit, nuk vlen për Imam Ebu Hanifen, as që kanë vepruar dietarët e mëdhenj me shujuht e tyre, diçka të tillë. Kjo vlen për pejgamberin Allahut alaihi salatu wasallam, se ai alaihi salatu wasallam është mubarek në aspektin kuptimor, por është mubarek dhe në aspektin fizik. Gjithçka prej pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam është e begat. Andaj pshtyu sytë e tija, dhe sytë ju kthyen në gjendje të mëparshme sikur me nuk pat asnjëherë smundje. Më pas pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ja dha flamurin. Atëherë Aliu radhiyallahu ta'ala an pyeti një pyetje. Tha ja Rasulullah, a ti luftoj derisa të bëhen si ne? Si ne? Musliman? A ti luftoj derisa të bëhen musliman? E është e çuditshme se kjo nuk është dita e parë e luftës. Pse ka nevojë që udhëheci kryesor të jep udhëzime të reja për diçka që dihet, apo? Me na pyet neve, ne i dim këto pyetje. Por Aliu, një nga dietarët e sahabeve, e pyet udhëhecin e tij, pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Ja Rasulullah, derisa ti luftojmë." Unë kam kuptuar që ne kthehemi me fitore, po derisa të bëhen si ne apo çka? Atëherë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam i rikonfirmon udhëzimet e tija që i ka dhënë disa ditë më parë. E i thot kështu: "Unfudh ala rislik." Nisu Ali me qetësi, nisi qetë. Jo si të hutuar, po të qetë. Hatta tenzila bi sahatihim, derisa të dalësh në mejdanin e tyre, në sheshin e tyre, në vendin ku do të bëhet betejë ose ku do ta shtrëngojmë rrethakimin ndaj kësaj kështjelle. Më pas çfarë? Pas 9 ditëve luftë dhe shumë të vrarëve nga sahabët, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam i thot Aliut radhiyallahu an, "Thumma ud'uhum ila al-islami." Më pas thiri në fe. Pa ne çdo ditë i kanë thirr. Ani. Daveti nuk është i thash, edhe më pështyu dhe më ofendoj. Të qëndruarit besnik në thirrjen në fenë e Allahut është ajo që bën Aliu radhiyallahu an. Është që ne dalim luftë kundër tyre, megjithatë përpara se të bëj luftë ditën e 9 ose 10, unë duhet t'i thras përsëri në Islam. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Thumma ud'uhum ila al-islam." Më pas thiri në Islam dhe tregoju obligimin që e kanë ata ndaj Allahut në fenë islame. Kallzova çfarë të drejtë ka Allahu tek ata. Kallzovu se Allahun e kanë kriju, dhe sende tjera, domethënë që ka të bëjnë me këtë kuptim. Andaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në vija trasha ja tregon udhëzimet Aliut. Jeni të qetë, thiri në Islam, tregoje hakun e Allahut tek ata dhe më pas për ta shtuar dozën e stimulimit te ky udhëheqës, bartës i flamurit, i thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Fa wallahi, pasha Allahun, li yen yahdi Allahu bika rajulan wahida." Nëse Allahu me ty e udhëzon një njeri prej kujt?
për njerëzve të butë, miqësor ndaj nesh, apo prej atyre të cilat na vran shokët? Prej atyre të cilat që 9 ditë janë të na vran shok. Prej atyre të cilat kanë bë komplote të ndryshme që ta luftojnë Islamin në Medinë përpara se ne të vim tokat e tyre. Lien yahdi Allahu bika rajulan wahida. Nëse Allahu e udhëzon me ty një prej tyne, khairul laka min humurun na'am. Është më mirë për ty se devete kuqe. Thot Imam Neveviu në fjalën e dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Është më mirë për ty se sa devete kuqe, tha Neveviu rahimahullahu ta'ala. E devete kuqe janë pasuria më e shtrenjtë. Ai thot janë devet kuqeremta, janë pasuria më e shtrenjtë dhe më e çmuar e arabëve, me të cilën ata e jepnin shembullin për çdo gjë të çmuar. Nuk e kanë përmend altanin, argjendin, kanë përmend devet e kuqe, kjo është sendi më i shtrenjtë tek ne. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam po i thot Aliut radhiyallahu ta'ala an, për ty cila është më mirë? Ta kish një kapital të fortë sa i dynjaje apo njëri prej tyre ta pranon Islam? Tash më mirë për ty që një prej tyre ta pranon Islam. A ka stimul më të madh se sa kjo? Nuk ka. Andaj nisët Aliu radhiyallahu ta'ala anhu edhe vazhdon në kështjellën e Naim, po kur dalin atje, ditën e 10 përsëri zbret mbreti i tyre Marhab, ai i cili vrau 2 sahabe në 2 luftim. Ai pa të vra Amir ibn al-Aqwa dhe pa të vra Mahmud ibn Mesleme ose ibn Seleme. 2. Ditën e 10 del në 2 luftim, thot habe, ku i keni trimat ju? Unë dola 2-3 herë dhe vrava disa prej jush. Atëherë thot del Aliu radhiyallahu ta'ala an, barsi i flamuri thot, unë dal në luftim kundër ti. Andaj ai i thur ose i thot njëjtat vargje. E din Khajberi se kush jam unë. Trimi provuar në luftë e lavdon veten e tij, gjë e cila e shtyn Aliun që dhe ai të lavdohet përpara tij me disa vargje. Andaj Aliu radhiyallahu ta'ala anhu ja bën një replik me disa vargje të thurura shumë të famshme të tija, duke thënë: Ana alladhi sammatni ummi Hajdara. Unë jam ai të cilin nana e pa quajtur Luan. Nana e ka quajtur Luan. Andaj nanat e së kaluarës, djemtë e tyre i kanë quajtur me emra fisnike, të cilat kanë kuptime të mëdha për të ardhmen e jetës së tyre. Unë jam ai të cilin nana e pa quajtur Luan, jo Mac. Po mund të jenë të njëjtës familje Luani dhe Maca. Po njëri është Mac, të cilin e mbajnë njerëzit për ta përgdhelë në shtëpitë e tyre. Kurse tjetri është dikush i cili kush takohet me të friksohet. Vazhdon dhe tregon Aliu radhiyallahu ta'ala duke thënë: Ke lejthi ghabatin kerihil manzara. Unë jam ai të cilin nana e pa quajtur Luan, sikurse Luan i xhungullës i cili të frikson në pamje, kur ta shohësh friksohesh. Unë jam çaj. Pastaj thot Aliu vërsulet drejt tij dhe i bjen me shpatë mes kokës së tij dhe ja çan kokën ndysh. Dhe vdes Marhab. Kur vdes Marhab, është transmetuar që vllaun e tij e ka vrarë në 2 luftim, Yasir, ishte vllau i Marhab, Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala an, me njerë pas 2 luftimit të parë, bë 2 luftimi i dytë, 2 antar nga familja prijese e Khajberit shkon për një kohë të shkurt. Kuptohet kjo do të rezulton çfarë? Në rënjen e moralit të banorëve të kështjellës së Naim. Çka do të bëjnë ata? Dal nga dal, duke u bë luftë këtu, banorët e kështjellës dal nga dal, do të dalin nga ajo kështjellë te kështjella e dytë. Si lloj tërheqjeje. Kështu që duke u bë lufta, të gjitha ato do të tërhiqen dhe shojnë kështjellën e dytë dhe ushtria do të tërhiqet, kështu që do të bjen kështjella në duart e muslimanëve dhe me kët pas 10 ditëve do shlirohet kështjella e parë nga 8 kështjellat, të cilat i kishte Khajberi. Në këtë kaos lufte ndodh çmos vëllezër. Dhe këto rrëfime historike nuk duhet të jenë rrëfime të cilat ne duhet t'i marrim kalim, thihajse mashallah Aliu trimi i madh shkoi i ra atij. Thënia ana alladhi sammatni ummi Hajdara,
është thënë një madhështore Aliut, që tregon për lartpamësinë e nanës së tij, por që tregon edhe për edukimin e tij në burrni. Këta njerëz kanë qenë burra. Po në mesin e këtyre burrave, disa burra sjelljet i kishin si burra, por brendësinë jo të burrave. Dhe një nga trimat e Khajberit është trim i xhehenemit fatkeqësisht. Kështu që në mesin e muslimanëve do të ketë një trim, të cilin unë e kam quajtur trim i zjarrit. Ky trim do të lë përshtypje të madhe tek sahabët. Sa që sahabët do të thonë nëse dikush ja ka dhënë hakun betejës, është filani. Ja ka dhënë hakun betejës. Thuhet që emrin e ka Quzman al-Dhafari. Dhe sahabët, kur qëndrojnë natën dhe të flasin për trimrinë e disa prej burrave të vet, gati se çdo natë krenon me trimrinë e këtij. Dhe një ditë prej ditëve do t'i dëgjoni dërguari Allahut alayhi salatu wasalam. Dhe do thot, filani është prej banorëve të zjarrit. E ne sahabët do të friksohen. Sa që është transmetuar që njëri prej sahabëve thot, nëse ai është prej banorëve të zjarrit, po ne gjejna. Nëse ky është prej banorëve të zjarrit, po ne qert. Transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi dy sahihat e tyre, nga Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ishte rrugës për në Khajber, endes kish mri. Po do të mrin në Khajber për t'i dëgju këto muhabete. Dhe kjo do t'i regjistrohet Ebu Hurajras në memorien e tij. Thot Ebu Hurajra, tha i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam, i tha njërit prej tyre që pretendonin islamin, se është prej banorëve të zjarrit. E thot të nesërmen u ashpërsu beteja dhe ne diçka të ngjashme kena përmend cilën betejë? Betejën e Uhudit. Thot nesërmen kur u ashpërsu beteja, ky u plagos. Ama nina të përpara njëri prej sahabëve thot, po unë kam shoqëruar sot. Unë kam pakat, trimi i madh është ky. Thot nesërmen da shoqëroj. E thot ky sahabja, sa herë që ai shpejtonte drejt armikut, unë luftojsha, po thot shkojsha në ambasadë, ta shoh se pse i dërguari Allahu sa më thosë se ky është në zjarr. Sa që thotë e pash të plagoset. Dhe ju rënduan plagët. Më pas thot në atë gjendje, nxori një shtiz ose një hark, një shtiz ose një shigjet dhe e theri veten e tij. E vrau veten e tij. Pastaj thot me vrap u ktheva tek i dërguari Allahut dhe i thash Ashhadu innaka la rasulullah. Dëshmoja njerëz se ti je pejgamberi i Allahut. E pastaj pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur dëgjoi për gjendjen e këtij njeriu dhe se është vrarë, e thiri Bilalin. Dhe i tha, o Bilal, thirë ezanin. Dhe Bilali e thiri ezanin. Më pas tha pejgamberi i Allahut alayhi salatu wasallam, mbasi Bilali e thiri ezanin, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam u kthy ka sahabët dhe tha: me të vërtet nuk hyn në xhennet vetëm se një besimtar. Dhe me të vërtet Allahu e ndihmon këtë fe me një njeri të prishur. Këtë hadith e keni dëgju, këtë pjesën e dytë hadith, ama nuk e keni ditë kur është thënë. Dhe me të vërtet Allahu e ndihmon këtë fe edhe me një njeri të prishur. Rasti i këtij burri është rast i cili në zemrat tona do të mbjell frikë për gjendjen tonë. Ky burr, trimria e tij i ka mahnit trimat më të mëdhenj që njeh njerëzimi, sahabët. Saqë kur ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët jepnin jetën për pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam, kur tha që ai është prej banorëve të zjarrit, sahabët thanë nëse ky është banor i zjarrit, çka mbet puna me ne? E sahabët radhiyallahu ta'ala anhu, kur i dëgjuan fjalët e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, nuk hyn në xhennet vetëm se besimtari i vërtet
dhe Allahu e ndihmon këtë fe edhe me një i cili është i prishur ose i korruptuar për brenda, kuptuan që ky njeri ishte i prishur dhe ndihma e Allahut në këtë betej pa të ardhur përmes këtij njeriu i cili ishte i prishur. E kjo vëllezër neve duhet na bën të mendojmë dhe të reflektojmë. Ky njeri ka ardhur në këtë betej, ka bën një vepër madhështore, por brendësia e tij nuk ka qenë e gatshme për t'u futur në betej që të ketë dy fitore. Fitore kolektive të ummetit dhe fitore individuale të tij. Po fitoria ishte kolektive. Ummeti ka fitu. Islami do të ecë përpara o vëllezër. Ama ky është shkatru. Dhe me vepra të cilat në sytë tona duken madhështore. Dhe në të njëjtin, ose Imam Buhariu rahimahullah, në këtë kontekst e ka përmend thënien e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nas. Dhe dikush për njerëzve do të veprojë me veprat banorëve të xhennetit në sytë e njerëzve. Dhe do të përfundon në zjarr. Dhe dikush do të veprojë me veprat banorëve të zjarrit në sytë e njerëzve dhe do të përfundojnë në xhennet. Dhe ky hadith na bën neve të mos të jemi sigurt në atë cilën gjendemi ne sot. E bën njeriu që gjithmonë thot la haule wala quwwata illa billah. Unë s'kam takat, as kuvet, as aftësi, as mundësitë mia janë aq të kufizuar. Sa që unë udhëzimin tim nuk mund të mbaj, jo më udhëzimin e tjerë. Ky ka luftuar për krah Ebu Bekrit dhe Omerit dhe Aliut dhe gjithë këtyre trimave, zemrën dhe pastërtinë së cilës ka folë Allahu xhallahu ala. Megjithatë ka përfunduar në zjarr, Allahu na ruaj. Du të them vëllezër, dëshmin për korruptimin e brendësisë së tij na e ka thënë pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam. Për ta dëshmu këtë gjë, Allahu e ka bërë që ky njeri ta merr shtizën dhe të vritet vet. Po kjo kishte ndru diçka për realitetit? Kur gjë. Nuk do me thonë se dikush prej neve duhet bëjë vetvrasje për ta ditë njerëzit se është i prishur. Mjafton ta di Allahu xhella xhelalu. Mjafton ta di Allahu xhella ala. Dhe kjo na çon tek një pyetje jetike në jetën e besimtarit. Ti i cili falesh dhe ke një raport me Allahun të caktuar dhe i cili pretendon se ke një kapital të ndim prej veprave të mira tek Allahu. Mendoje sprovën e këtij burri i cili pa shku me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam, larg Medines, larg familjes së tij, ka tregu trimërit pa shembullt, sa që njerëzit më të mirë kanë dëshmuar për trimërinë dhe sakrificën e tij. Mendoje këtë kapital të tij. Dhe mendoje nëse mund godet një sprov e rëndë nga vdekja e të afërmve, humbja e shëndetit, humbja e pasurisë. Kjo sprov, çfarë do të zbulon nga brendësia jonë? Kjo sprov, çfarë do të gjenë në zemrat tona dhe shpirtrat tona? Kjo është pyetja, ky ka shku te Allahu. Dhe është në zjarr me dëshminë e pejgamberit Allahut alayhi sallam. Po ama një sprove cila vjen, nuk vjen për ta formu karakterin ton, ja. Sprova, thëmë, është shosh, është filter. Në të mbeten mbeturinat e karakterit ton. Në të duket prej çfarë jemi të bëmë, ajo vetëm shfaq. Nuk prodhon karakter. Edhe nëse prodhon karakter, prodhon suazat caktuara dhe në rrethana caktuara. Po sprova shfaq çfarë kemi ne në esencën tonë. Çfarë brumi jemi ne. E rasti i këtij neve duhet na bëje këtë pyetje. Duhet na bëje secili duhet t'ja parashtrojmë vetes këtë pyetje. Çfarë mund zbulojë një sprovë rënd në brendësinë tonë? Dhe çfarë do të gjenë? A do të gjenë durim dhe maturi? A do të gjenë mbështetje në Allahun dhe kënaqësi me përcaktimin e tij?
apo do të gjenë rebelim, padurim, shkelje të kufive të Allahut. Dhe Allahu na ruajt nifak edhe ria gjatë gjithë jetës. Për këtë shkak, mos dëshmo për askon se është me banorëve xhennetit derisa ta shohësh në xhennet. Ose derisa të tregoj Allahu dhe i dërguari i tij alayhi salatu wasalam se është në xhennet. Dhe mos dëshmo për askon se është banor i zjarrit, derisa prej xhennetit ta shohësh se është në zjarr. Përndryshe, udhëzimi jonë është në duart të Allahut, te baraka te ala, lutem Allahun që Allahu na forcon në dinin e tij. Ta bën prej atyre të cilët punojnë ama i ruajnë veprat e tyre dhe i fshehin veprat e mira të tyre më shumë se sa që i fshehin gjunahet e tyre. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.